Transporti publik në kryeqytet po përballet me rënje serioze të kapaciteteve dhe humbje drastike të udhëtarëve. Këtë e tregon hulumtimi më i fundit i qendrës për komunikime civile. Sipas të dhënave nga gjithsej 341 autobus, vetëm 185 janë funksional çdo ditë, ndërsa në qarkullim dalin mesatarisht 157 autobus, krahasuar me vitin 2015, kur ndërmarrja kishte 430 autobus, sot ka 89 më pak, edhe numri autobusëve funksional ka rënë ndjeshëm nga 316 vitin 2015 në 185 aktualisht. Si pasojë e kësaj situate, numri i udhëtarëve është përgjysmuar. Në 10 vitet e fundit, numri i udhëtarëve është ulur nga mbi 51 milion në vetëm 22 milion në vit, që do të thotë rreth 30 milion udhëtar më pak çdo vit. Mosha mesatare autobuseve ka arritur 13.3 vjet dhe vazhdon të rritet. Nga qendra për komunikime civile thonë se gjatë 10 viteve të fundit janë bërë vetëm 2 ndërhyrje në drejtim të rinovimit të parkut të autobuseve. Në vitin 2020 janë blerë 33 autobus të rinj të markës MAN, ndërsa një vit më pas janë shregjistruar autobusët më të vjetër të markës Sanos. Megjithatë, sipas hulumtimit, këto masa nuk kanë qenë të mjaftueshme për të përmirësuar gjendjen e përditshme. Aktualisht ende ka 10 autobus të markës Sanos me rreth 30 vjet përdorim. Autobuset kinese dhe ukrainase tashmë kanë arritur moshën 18 vjeçare. Më të rinj janë 6 autobus ekologjike të markës turke BMC të vitit 2025, donacion nga Bashkimi Evropian. 210 autobusë, 62% janë të markës kineze Yutong, 64 autobus ose në përqindje 19% janë të markës ukrainase LAS, 33 autobus ose në përqindje 10% janë të markës MAN, 21 solo dhe 12 të artikuluar. Ankesa për numrin e pak të autobuseve, mos respektimin e orareve të qarkullimit dhe kaosit kanë për çdo ditë qytetarët në kryeqytet, ndërkaq hulumtimi realizuar nga Qendra për Komunikime Civile bazohet në raportet vjetore të ndërmarrjes për qarkullim publik dhe të dhënave të siguruara përmes qasjes së lirë në informacione me karakter publik.